në lojrat botërore të rive dhe ne suportuam si Komitet Olimpik, edhe Ministria i dha një buxhet goxha të mirë që të stërvitesh për të lojra olimpike dhe ajo tashmë përfaqëson Shqipërinë. Por sportistët sot në gjithë botën, në rast se një vit nuk bëjnë me Shqipërinë, kanë drejt të ikin të bëjnë me çdo lloj shteti. Është liberalizuar shumë lëvizja e sportistëve në gjithë botën. Dhe ne jemi penalizuar në fakt si flamur pikërisht nga ky liberalizim, por dikur ishte invers, vetëm eksod, ndërsa tani kemi një migrim drejt flamurit shqiptar. Tani unë do doja shumë të flisnim dhe për Lisën, dhe për Semirën, dhe për Denin, por pak me që Laura nuk ka asnjëri nga prindrit shqiptar. Si e ushqeni patriotizmin te Lara Kulturi? Shiko, Lara Kulturi nuk e kemi marrë muzikën e Skënderbeut para garave, besoj. Lara Kulturi është një italiane, garon për Shqipërinë, ashtu siç kanë garuar Piero Dhima, Luan Shabani, Jorgo Xhelili, Viktor Mitru dhe një 37 medalje olimpike i kanë ikur Shqipërisë. Dhe kanë bërë për vende të tjera. Pasi Shqipëria në ato vite, mbas viteve 90, kur del kryeministri dhe thotë 4 ditë grur kemi dhe s'ka më ushqim, nuk kanë çfarë të bëjnë sportistët, se sportistët e kanë jetën shumë të shkurtër. Dhe ata detyrimisht do iknin të bënin për një vend tjetër, kurse tashmë me ligjet e mira që unë i kam iniciuar ku kam qenë deputet, ne Shqipërisë jo vetëm që nuk i ikin më sportistë për të garuar për një flamur të tjerë, po kanë ardhur sportistë jo vetëm nga vendet e lindjes, po dhe nga Italia. Kemi 2 suedez që kanë bërë kërkesë për të bërë për Federatën e Pipongut, kemi Shaiz, kemi Xhudis që duan të vinë se ligji shqiptar, Flavio është një nga ligjet më të mira në botë. Dhe ne nuk mundemi t'i themi çfarë ndjeheni, secili e di vetë se çfarë ndjehet. Ne rëndësi ka që me performancën e tyre ne kemi mundësi nëpërmjet Larës promovojmë një sport siç është sporti i skive, na ka shkuar një ëndër për të bërë një pistë skish, që të kemi mundësi që të trajnojmë dhe shumë të ri, që vinë qoftë nga Kuksi, qoftë nga Tirana, apo nga vendet tjera që duan sportin e skive, që ne në fundit të nxjerrim dhe kampion shqiptar, mos e bazojmë vetëm këtë huaj që ne na vinë. Absolutisht. Ndërkohë, ku do s'postojmë tani? Patjetër ke çunat dhe gocat e tjerë. Absolutisht. Edhe pse Lara Kulturi mbetet, si më thënë, figura kryesore, kemi parë kësaj herë një ekip më të gjerë, më të balancuar, edhe në moshë, edhe në disiplina. Për shembull, edhe Deni Xhepa i kualifikuar në të gjitha disiplinat e skive alpine. Çfarë mund të tregoj kjo për potencialin, për punën afatgjat me sportistët, ndoshta edhe për të ardhmen e ekipit shqiptar? Shqipëria në këto lojra olimpike përfaqësohet me 4 sportistë që janë të kualifikuar. Pra, renditja në ranking listë botërore të Lara Kulturit ka tërhequr me vete edhe 2 vajza të tjera. Semire Dautin, që jeton në Itali, është një vajzë shqiptare nga Maqedonia e Veriut, por edhe Liza Brunga, që jeton në Kanada, është një vajzë nga Lezhë, e ka tjatin avokat dhe ka shprehur dëshirën, nuk donte të bënte për Kanadan, ka shprehur dëshirën të bëjë me Shqipërinë. Deni Xhepa është 23 vjeç, është një sportist që është kualifikuar, është në 30 më të mirët e botës, por unë me Deni Xhepën kam një qef mbetje, sepse ne kemi bërë një memorandum bashkëpunimi me Komitetin Olimpik Austriak, ku zëvendës presidenti i Komitetit Olimpik Austriak, Peter Schronendal, është një bilioner dhe ka 9 pista skive të vetat private. Ne e kemi ftuar në Shqipëri që t'i investojë. Dhe ai nga këto marrëdhënie të mira që ne kemi, na mori Lara Kulturin, Deni Xhepën dhe kemi qerin